14 janar, liri nga vetja. Jezusi nisi t'i pyeste ata: "Çfarë po diskutonit gjatë rrugës?" Por ata heshtnin, sepse gjatë rrugës biseduan me njëri tjetrin se kush ishte më i madh. Dhe si u ul, thiri të 12 dhe u tha: "Nëse dikush dëshiron që të jetë i parë, duhet të jetë i fundit i të gjithëve dhe shërbëtor i të gjithëve." Marku 9, 33 deri në 35. Rivaliteti është pjesë e pandashme e jetës. Në një ekip, rivaliteti miqësor mund të jetë një mjet për të nxitur njëri tjetrin, duke i ndihmuar antarët e ekipit të bëhen më të shpejtë ose më të fortë. Por, kur rivaliteti bëhet shkak për egoizëm dhe xhelozi, ai e minon unitetin. Rrugës për në Kafarnaum, Jezusi po i mësonte dishepujt, duke thënë: "Biri i njeriut po dorëzohet në duart e njerëzve dhe do ta vrasin, dhe kur të vritet, mbas 3 ditësh do të ringjallet." Marku 9, 31. Teksa ecste përpara tyre, Jezusi mund të ketë dëgjuar copëza bisedash nga dishepujt që po ecnin pas tij. Diskutimi i tyre ishte i mbushur me rivalitet e xhelozi mbi madhështinë e tyre. Kjo është një temë e papërshtatshme bisede në çdo rast, por sidomos në këtë kontekst. Sa e papërshtatshme ishte që kur Jezusi po u jepte udhëzime në lidhje me vuajtjet dhe vdekjen e tij, ata ishin të merakosur për pozitën dhe madhështinë e tyre. Jezusi i pyeti ata për bisedën e tyre, që ta përdorte këtë si një mundësi për t'i mësuar. Në harkun e një fjalie, ai i ktheu krejtësisht kokposhtë idet njerëzore mbi madhështinë. Madhështia e vërtet në mbretërinë e tij qëndron në vënien e vetes të fundit dhe në të qenë shërbëtor i gjithë të tjerëve. Në fund të fundit, kështu jetoi dhe vazhdon të jetojë mbreti i asaj mbretërie, sepse ai nuk erdhi për të qenë i shërbyer, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e vet si shpërblesë në vend të shumë vetave. Marku 10, 45. Po të tregoheni të sinqert, kur mendojmë për këtë skenë, në fytyrat e dishepujve ne shohim tonat. Dëgjojmë se si zërat tanë u bëjnë njehon zërave të tyre. Shohim se edhe ne përpiqemi për të pasur pozitë, siç bën edhe ata. Rivaliteti egoist del shpesh në sipërfaqe dhe kjo ndodh aty ku nuk ta pret mendja. Megjithatë, kundërhelmi është gjithmonë i njëjtë: përulësia. David Welsi shkruan se ne të gjithë kemi nevojë për atë lloj përulësie, që është një liri nga vetja jonë, e cila na mundëson të jemi në pozita ku nuk kemi as njohje, as rëndësi, as fuqi, as dukshmëri, madje edhe ku përjetojmë privim, e megjithatë ndjejmë gëzim dhe kënaqësi. Kjo është liria që përjetojmë kur e dim se nuk jemi në qendër të gjithësisë, madje as në qendër të universit ton personal. Ky është një mësim i vështirë për të mësuar. Megjithatë, pavarësisht nga rivaliteti ynë, pavarësisht nga mungesa e përulësisë son, Jezusi nuk na braktis. Të parët e fytyrave tona në këtë skenë shërben për të na kujtuar se, teksa ecim përgjatë shtegut të dishepullimit, kemi vazhdimisht nevojë për hirin e Perëndis. Vetëm hiri i Perëndis mund të ta largojë përqendrimin nga vetja dhe të çlirojë prej saj. Vetëm soditja e atij që i la lavditë e qiellit për të vdekur për ty në një kryq mund të ta ndryshojë zemrën, që të kërkosh të shërbesh dhe jo të shërbejnë, dhe të mos interesohesh fare për prestigjin tënd, por të kërkosh të mirën e të tjerëve. Jezusi po të thërret sot që të shërbesh, ashtu siç ai të shërben ty.